Pas 3 dekadash në kërkim, autoritetet amerikane kanë arrestuar në Shtetet e Bashkuara shtetasin shqiptar Sogol Hoxha, i cili rezultonte personi kërkuar nga drejtësia shqiptare për ngjarje të rënda kriminale të ndodhura në vitin 97. Sipas të dhënave të bora publike nga autoritetet, Hoxha akuzohet për përfshirje në 3 vrasje të kryera në atë periudhë, 2 prej të cilave në Shqipëri dhe një tjetër në Belgjik. Ngjarjet lidhen me periudhën e trezuar të vitit 97, ku vendi u përfshi nga pasiguritë dhe dhuna dhe pas krizës skemave piramidale. Për një nga çështjet e regjistruara në Shqipëri, Hoxha ishte shpallur fajtor nga gjykata shqiptare dhe ndaj tij ishte dhënë një vendim dënimi. Ndërkohë, autoritetet belge kishin kërkuar gjithashtu për një hetim që lidhej me një ngjarje kriminale të ndodhur në territorin e tyre. Pas largimit nga Shqipëria, ai kishte mundur të shmangë drejtësisë për shumë vite, duke vendosur jashtë vendit. Identifikimi i vendodhjes së tij u bë i mundur pas shkëmbimit të informacionit me strukturave ligjvatuese shqiptare dhe atyre ndërkombëtare përfshirë autoritetet amerikane. Arrestimi u krye në Joshba, ku Hoxha u lokalizua nga autoritetet pas verifikimeve të kryera mbi identitetin dhe statusin e tij juridik. Tashmë pritet të vijojnë procedurat ligjore për ekstradimin e tij drejt Shqipërisë, në varësi të vendimeve të autoriteteve amerikane.